Një liçen ujë i bllokuar pas një mase akullnajore që varrosi një fshat dhe bllokoi një lumë në Zvicrën jugore këtë javë, ka ngjallur frikën e përmbytjeve në luginën alpine. Një përmbytje prej miliona metrash kubakulli, balte dhe shkëmbinjsh u rrëzua nga një mal të mërkurën duke mbuluar fshatin Blatën. Shtëpitë e pakta që mbetën të paprekura u përmbytën më vonë. 300 banorë të fshatit zviceran ishin evakuuar pasi një pjesë e malit pas akullnajes Birç filloi të shkërmoqej. Ekipet e shpëtimit po kërkonin një burr 64 vjeçar të zhdukur, por i kanë pezulluar kërkimet e tyre për momentin për shkak të kushteve të vështira. Përmbytjet u rritën të njëjta ndërsa grumbulli i akullit, pothuajse 2 kilometra, bllokoi rrugën e lumit Lonza, duke rritur frikën se këneta mund të zhvendosej dhe të shkaktonte më shumë evakuime. Autoritetet zvicerane u bën thirrje banorëve në Gampel dhe Steg, fshat rafqinje, disa kilometra më poshtë rrjedhës së Lonzës, të përgatiteshin për evakuim të mundshëm në rast emergjence. Banorët kanë luftuar për të përballuar shkallën e shkatërimit të shkaktuar nga përmbytja, një ngjarje që shkencëtarët dyshojnë se është një shembull dramatik i ndikimit të ndryshimeve klimatike në Alpe. Shoqata zvicerane e sigurimeve tha se dëmi ka të ngjarë të arrijë disa qindra milion franga zvicerane dhe se ishte shumë herët për një vlerësim më të saktë. Sa shtëpi ishin të siguruara në Blatën, ishte e paqartë, tha ajo në një deklaratë. Blatën tani është i varrosur në shkëmbinj dhe balt dhe operacioni i pastrimit është pezulluar sepse toneladat e mbeturinave kanë bllokuar lumin Lonza duke shkaktuar rrezik përmbytje. Pra shumë herët për të bërë një analizë të plotë se si ndodhi saktësisht kjo katastrofë, por autoritetet zvicerane theksojnë se ndërsa Blatën mund të jetë katastrofa më e madhe dhe më dramatike alpine në vitet e fundit, ajo mund të mos jetë e vetmja.